me paratuaj. Ajo që po ndodh Zvërnes, ajo që po Amari, edhe Amari, po padyshim Alabari. Aty ka vetëm një Alabar që ka marrë tokën e shqiptarëve, beton pallate, shet në grop, edhe ka azësuar portën e qytetit. Më gjej muaj biznesmenin më të lutur që Shqipërisë që nuk e bën këtë që bëka Alabari dhe Amari Gjatonjove. Askush nuk e bën dot. Dhe kjo është ajo që bëjnë shqiptarët po ndërtojnë në Durrës. Pra them që ti thua nuk ka investor tuaj. Ata zotrin që kanë investuar në Zvërnet sot, kanë menaxhuar të paktën 300 milionë euro. Kush ka investuar? Dy vëllezërit nga Katari në bazë të investimit që po ndodh në Zvërnet. Cili investim? Sot kanë hedhur 300 milionë euro. Ska projekt sot. 300 milionë euro për pronën. Për pronë. Po dakor, po harxojnë miliona për të bërë projektin, po harxojnë miliona për të bërë planin e mbrojtjes së mjedisit, po harxojnë miliona për të ndërtuar gjithë infrastrukturën e përshtatshme. Po sot kanë harxuar 300 milionë euro. Një pjesë janë bllokuar nga SPAK. Të cilat janë bllokuar nga SPAK-u për llogaritë të tretëve. Por nga investitorët i kanë konsumuar. I kanë nxjerr. Tokë me dallavere. Janë një investor. Po mirë më çon çika optim të s'ka investor tuaj. Janë 100% 300 milionë sot. Se çelcika mund ta thotë ligu ti është para i voja. 300 milionë që nga bot tokë shqiptarëve mish për tokë dhe çelcika. Shko nesër të lutem, kalo, shikoj investimin që ka bërë në infrastrukturën e teritorit që po zhvillon, sa në portën e Durrësit, pra me që të dy jemi me interesa të lidhura me qarkun e Durrësit nga pikpamja, unë si deputet, ti si banore ati qarku. Nga interesa të qytetarëve nuk është më tjetër, ti ke interesa nga Alabari. Dakor, unë po them edhe nga kjo protest, ka padyshim debate, po një gjë të madhe e kemi. U ngrit emri i Zvërnecit, u ngrit emri i Shqipërisë, u bë diskutim për të turizmin shqiptar, a thua se këtu është qendra e botës dhe padyshim kjo në një mënyrë ose tjetër ka ndikuar që këti investimi kur ky të realizohet, të gjithë, edhe ti, besoj se është shumë kundra, po gjithë ata që janë kundra sot, do ndihen keq që sot ka qenë kundra. Cilit investim? Investimi në Zvërnet, investimi në Zvërnet. Projekti që do të vi. Po ku është më? Po do vi pra. Po ja serdi. Po si zja serdi, po mirë më kjo është, po mirë më se kjo tani por atër mendje dhe po se kjo është të qudishme më kjo, thotë, pra, ne dim që do hidhet 4 miliardë euro për një projekt, po nuk e dim kush është projekti. Po ka absurditet më të madh logjikë se kjo. Ata mbjellin qershi. Rashi në mars, u bëftot, u prishë prodhimi. Nuk e shkëshu. Ata janë biznes për zotri. Ka biznesi hapa. Investimet 4 miliardë euro. Po, 4 miliardë euro. Të lutem, investimet e 4 miliardë euro. Vjen një projekt, diskutohet, pastaj vjen një projekt tjetër që ose pëlqen. Dhe kur vjen projekti, pastaj qeveria vendos pranon të projekti, por qeveria s'ka pasur pranuar 4 miliardë euro, po sa të shiten qershi, a shiten vila, a bën hotele, a zhvillon turizëm, ju nuk e dini fare, po fare kemi neve që pas kemi kundër investimeve tuaja. Pra, unë e kam thënë dhe po e them prap, ne të gjithë duhet të lutemi në variantet tona. Ne Bektashin të qe, ata ju muslimanët në xhami, katolikët shkojnë kish, ata ortodoksë shkojnë gjithë ka kisha Zvërnet, që ajo të bëhet për Shqipërinë. Kush bëhet? Ai investimi 4 miliardë euro të investime. Po cili investim? Ai për investimi, ai projekt që do vi. Me ato zhvillim turistik, me ato hotele, me ato real estate, me ato emra që po investojnë. A është Donald Trumpi, a është Ivanka, në ndarje kush në investojnë, ta dim për ti. Është një lloj siç nuk e di çfarë pozicioni ke qenë atëherë, po në pozicionet që ke qenë kundra investimeve në parkun e liçenit se do prishet park. Sot është nga parqet më të vogla ka qenë rrezikën i bërë. Dakor, Një konflikt të madh i bërë. Thjesht ke fut beton aty ku ishte bar. Ke qenë së bashku të gjithë. Një pjesë e madhe me elemente të ndryshëm kundra teatrit. Dini të bëni gjë tjetër. O Blendi, do bëhet teatri kështu aty se dim që ju do që shkoni në Shqipëri, po ndodh teatri. E bëni gjell qenç, e bëni se aeroporti i Vlorës ku po zihesh pronar dorëtarët me njëri tjetrin, e bëni se aeroportin e Kukësit që e inauguruat dhe e bët fotovoltaik, ju s'dini të bëni gjë bëre. Prandaj qytetarët aty se di që po e morët ju, e bëni gjell qenç, e bëni lavatriçe para shtëpisë, dhe nuk ka asnjë interes për shqiptarët. Si nuk gjenon asnjë interes për shqiptarët, asnjë për atyre të farligjeve që po gjithlazi, që nuk po as punësim për njerëzit, as bujësi për zonën, dhasri me që
100% investimi juaj. Zero ata. Është 100% investimi juaj. Është betonizuar, është asgjësuar. Është investim. As për zonën, as si për zonën. Po don vetëm fakti si për zonën. E ke shumë. E ka bërë 12 milion turistë. Ndaluar për ata që do. Kjo është vërtet. Po ne të flas. Këto 12 milion turistë që vinë sot në Shqipëri. Ku rin, ku flën, ku han, ku pin. Dhe në rast se do të kishim investimin, në rast se Gjiri Lagj do të kishte siç e mbaj mend unë dhe ti. Dhe do të kishte 4-5 hotele të mira, emra, brende, Melia. Top brand botror. Po mos isha ato hotele, këto turistë nuk ishin si vinin. Dhe këto investime nuk ishin si bësh. Si ka mundësi që sa të vinin 4 miliardë euro investime. Tokat janë të djera o vendi. Po dakord, po pse janë tokë të djera në shkafane, rrotull, dakord, po dakord, po t'ishte kënet Gjiri Lagjit, po t'ishte kënet Gjiri Lagjit, siç ne mbajmën para 10-12 vjetësh, ne nuk do të kishim këtë bum turistik dhe këto para që vinë. Dhe këta njerëz që anë atje në njerëz nuk janë kundër investimeve. Pra ne janë shtuar ai shumë agroturizëm. Janë atje, shumë nga çfarë gjë që prekët, unë e di që lavatriçet parave të pista. Unë e di të njoh shumë mirë, nuk je kundra këtyre, po do detyrojmë strategjike. Dhe pallatet e Portit Durrësit përfundosen, edhe atje mos e lë zoti që të mbyllë fare projekti. Nuk ka asnjë shans. Ajo që më ndodh në portën e Durrësit, ajo që më ndodh në Zvërnec, ajo që më ndodh në portën e Vlorës, do të jenë shpëtim për turizmin shqiptar, një stad i ri ekonomik për zhvillimin e turizmit shqiptar. Po që se protestuesit nuk kanë larguar ende Ramën. Po mirë, një si ta them dhe këto. Se këto projekte nisën, iniciojnë nga kjo qeveri, mas në 2019 ne do votojme, po patën këta mundësin të bëhen shumicë, dhe të marrin pushtetin, unë mendoj dhe këta do të jenë të interesuar që ai projekt vazhdoj. Nuk besoj se ka ndërta që thotë që kur të vinë në pushtet 2029, cili projekt do ta rrëzojmë projektin Bledi se nuk e projekti zhvillimor është, nuk ka projekt ndërtimor, po ka projekt zhvillimor. Pas ka zhvillimor, 4 miliardë euro investim, brendet më të mira të televiz botërore. Te protesta.